Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! E njihni këtë gjethe, përdoreni në këtë mënyrë dhe jepini lajm të mirë çdo sëmundje. Sa herë që dikush përmend mente, truri menjëherë kujton efektin e saj të freskët. Ajo gjithashtu sjell përfitime shëndetësore që mund të përfshijnë lehtësimin e tretjes, përmirësimin e funksionit të trurit dhe largimin e erës së keqe të gojës. Ndërkohë që mendja nuk konsumohet zakonisht në sasi të mëdha, ajo përmban një sasi të konsiderueshme lëndësh ushqyese. Në fakt, vetëm 2 lugë gjelle përmbajnë 5 kalori, 0,8 gram fibra, vitamina A në vlerën 3%, hekur 8% të vlerës ditore, mangan 6% dhe folat 3%. Hulumtimet dëshmojnë se komponimet e gjendura pikërisht tek gjethja e mentes janë antifungale, antivirale, antiinflamatore, antioksidant. Përfitimet shëndetësore. Mendja është një nga barishtet më të vjetra në kuzhinë që përmirëson shijen dhe aromën e gjellës dhe ofron një sër përfitimesh shëndetësore si: mendja është e pasur me minerale nga më të ndryshme duke përfshirë këtu hekurin, kaliumin dhe njëkohësisht manganin, të cilat gjithashtu janë thelbësore për prodhimin e hemoglobinës dhe përmirësojnë funksionin e trurit. Mendja është një burim mjaft i mirë i vitaminës A dhe i folatit. Vitamina A nga ana tjetër është me të vërtetë kritike për shikimin dhe shëndetin e syve tanë, ndërkohë folati është thelbësor për zhvillimin nervor. Përmbajtja e mentolit ndihmon në lehtësimin e problemeve të ndryshme të tretjes, si edhe stomaku i irrituar, dispepsi, dhimbje stomaku, fryrje dhe simptoma të zorrës së irrituar. Mentoli ofron efekte relaksuese në muskujt e stomakut, duke lehtësuar kështu simptomat e zorrës së irrituar. Përtypja e gjeteve të freskëta të mentes ose konsumimi i çajit të energjikut mund të ndihmojë me erën e keqe të gojës duke paksuar bakteret shkaktare. Mentoli përmirëson njëkohësisht frymëmarrjen. Kështu, thithja e aromës së mentes ose vajit të mentes lehtëson të gjitha simptomat e ftohjes dhe njëkohësisht të gripit. Sipas ekspertëve, gjethet e mentes konsiderohen si një barishte aromatike për pije të caktuara ose për qetësimin e stomakut. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se gjethet e mentes ofrojnë një mori vlerash shëndetësore si minerale, vitamina dhe gjithashtu studimet kanë konfirmuar se gjethet e mentes përmirësojnë funksionin e trurit, përmirësojnë shëndetin e sistemit tretës dhe rivendosin ekuilibrat hormonal. Përfitimet që merr organizmi nga gjethet e dafinës është përmirësimi i shëndetit tuaj tretës. Mendja ka aftësi qetësuese për stomakun, fal përmbajtjes së mentolit, e cila qetëson muskujt në këtë sistem. Mendja është veçanërisht për njerëzit të cilët vuajnë nga sindroma e zorrës së irrituar. Ky problem manifestohet njëkohësisht me dhimbje abdominale, konstipacion, diarre, të përzierja dhe gjithashtu fryrje dhe kontraktime. Kundër të ftohurës. Mentoli është një përbërës i shumë medikamenteve kundër të ftohurës. Ai besohet që të ketë aftësinë të zhbllokojë rrugët e frymëmarrjes gjatë të ftohurës dhe njëkohësisht të përmirësojë frymëmarrjen në përgjithësi. Mendja si barishte rekomandohet të përdorur për të zbutur simptomat e të ftohurës. Higjiena e gojës. Gjethet e mentes gjithashtu largojnë erën e keqe të gojës, por edhe mikrobe dhe bakteret të cilat gjenden aty. Ju mund të përtypni disa gjethe ose mundet që të pini njëkohësisht çaj menteje dhe energjiku për të përmirësuar higjienën tuaj orale. Funksionet e trurit.
Studimet shpjegojnë se aroma e mentes mundet që të përmirësoj fuqinë e trurit dhe aftësinë e tij. Kjo aromë e cila vërehet tek mentja dhe njëkohësisht tek nenergjiku, largon në lodhjen dhe ankthin, por edhe stimulon sistemin nervor qendror. Mente për tretjen. Problemet me tretjen njëkohësisht shkaktojnë kaos. Ato shoqërohen me simptoma si urthi, të përzierja dhe dhimbje abdominale. Studimet thonë se vaji esencial i mentes dhe i nenergjikut përshpejton eliminimin e mbetjeve ushqimore nga stomaku dhe njëkohësisht përmirëson tretjen. Përdorimi i këtij vaji vërehet në shumë raste serioze të problemeve me tretjen. Menten ju mundet që ta përdorni në receta të ndryshme dhe jo vetëm në çaj. Ndonse ajo mund të konsumohet në sasi të vogla, mentja dhe njëkohësisht si motrat e saj janë një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës A, hekurit dhe i manganit. Në mjekësinë popullore kineze gjethet e mentes janë tepër të dobishme edhe për shëndetin e mëlçisë, mushkrive dhe gjithashtu të sistemit tretës. Menten ju mund ta mbillni në shtëpi njësoj si të gjitha bimët e tjera shëruese si borziloku dhe njëkohësisht majdanozi. Farat ose fidanët ju do t'i gjeni në tregun e fshatarëve. Përgatitja e çajit. Në 250 ml ujë të vluar, hidhni 5 deri në 10 gjethe menteje. Pasi të zjenj, hiqeni nga zjarri dhe më pas mbulojeni e nëntuaj me kapak për rreth 5 deri në 10 minuta. Mundet që ta pini të ngrohtë ose të ftohtë duke i shtuar mjalt sipas dëshirës. Ndihmon me tretjen. Gjethet e mentës janë të pasura me antioksidantë dhe njëkohësisht fitoushqyes të cilët i vinë në ndihmë stomakut tuaj dhe njëkohësisht përmirësojnë tretjen. Por efektin më të madh e ka vaji i mentes i cili është më i përqendruar se sa çaji. Për këtë arsye, mentja ka efekte vërtet pozitive duke ofruar lehtësim për pacientët me sindromën e zorrës së irrituar. Në rast se po mendoni që të përdorni vaj ose çaj mente për të trajtuar ndonjë problem shëndetësor, drejtohuni fillimisht tek mjeku juaj për të garantuar që është i përshtatshëm për ju. Freskon natyralisht gojën. Është i famshëm njëkohësisht edhe për shkak të aromës dhe të shijes së tij të mrekullueshme. Çaji i mentes gjithashtu mund të ndihmojë në eliminimin e erës së keqe nga goja. Ai ka veti antibakteriale të cilat mund të ndihmojnë në eliminimin e mikrobeve që shkaktojnë sëmundjen e pllakave dhe mishrave të dhëmbëve. Stimulon mendjen. Aroma e çajit të mentes stimulon mendjen tuaj duke ju bërë më vigjilent, një qasje e këndshme për të rritur njëkohësisht përqendrimin tuaj. Ka veti antibakteriale dhe antivirale. Çaji me mente gjithashtu mendohet se ka veti kritike antivirale dhe antibakteriale duke ndihmuar kështu imunitetin e trupit tuaj. Lehtëson në dhimbjen e kokës. Mentoli duket të jetë një zgjidhje e sigurt dhe tërheqëse për të trajtuar dhimbjen e kokës. Gjithashtu ju mund të provoni të aplikoni vaj esencial menteje sigurisht në zonën e tëmthit dhe vetullave në rast se ndjeni dhimbje koke. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.